Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammut taslim ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Ai është një i vetmi që meriton të adhurohet. Atij takon i tërë sundimi dhe i tërë pushteti. Elusim Allahun xhallahu ala që të na udhëzon për punë të mira, punë të mbarra dhe të na ruan nga çdo e keqe. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi në takim me dersin e radhës ku jemi duke folur për emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Sikur që e ka përmend këtë vetë Zoti i Madhnuar në Kur'an, "Walillahi al-asmaul husna", dhe Allahut i takojnë emrat e bukur. Dhe kemi folur atje në fillim se trajtimi jon do të jetë i kahjes së përfitimit në rrafshin edukativ dhe ndikimit në rrafshin e besimit ton kur flasim për emrat e Allahut Azza wa Jall. Andaj po mundohemi që praktikisht ta zbërthejmë dhe kuptojmë thënien e të parëve tonë, të cilët kanë thënë: "Men kana billahi a'lam kana minhu akhwaf." Ata kanë thonë, kush e njeh Allahun më së miri, ai i druhet edhe më së shumti dhe ai i përulet më së tepërmi. Andaj dëshirojmë që përmes kësaj njohje ta përmirësojmë cilëtetin e adhurimeve tona ndaj Allahut xhallahu ala, ta njohim Allahun më mirë, që të realizojmë ato qëllime që i kemi përcaktuar që në fillim, kur kemi folur për hyrjet e domosdoshme në këtë temë. Ne nuk kemi nevojë të përsërisim, por do të them që duhet të kemi vazhdimisht të freskëta çka synojmë dhe ka jemi nisë me këto mësime. Tjetra që duhet ta përkutojmë vetën tonë të nderuar është se investimi më i mirë që njeriu e bën në jetën e tij është investimi që e bën për ta njohur Zotin e gjithësisë. Për ta njohur Allahun xhela xhelaluhu. Prandaj kjo në vetën e vet i jep muslimanit një ambicie, një vullnet, një stimulim që me ëndje dhe përkushtim të ndëgjon tëra që thuhet në lidhje me këtë temë. Në ligjëratën e kaluar kemi marrë disa kuptime që kanë të bëjnë me emrin e Allahut Allah. Dhe kemi përmbyllur atë ligjëratën e kaluar me disa kuptime të cilat ndikojnë në zemrën tonë, në edukimin tonë, në adhurimin tonë dhe Allahut Azza wa Jall e kështu me radhë. Andaj çka përjeton një musliman kur thot Allah? Fjalë të cilën e themi shpesh gjatë ditës dhe vazhdimisht, por fatkeqësisht shpesh herë e zbrazur dhe e zhveshur nga këto ndikime. Nëse ne kemi thënë se ata që e kanë njohur Allahun mirë kanë thënë se nuk përmendet ky emër diçka që është pak e që nuk e rrit, nuk përmend një ngushticë që nuk e zgjeron, nuk përmend në smundje që nuk e shëron e kështu me radhë. Nga ndikimet e shumta, të ndryshme, të lloj-llojshme, të fuqishme, të thella të këtij emri në jetën e besimtarit. Emri që sot jemi në takim me të është gjithashtu një nga emrat e bukur të Allahut xhalla xhelaluhu dhe shumë domethënës. Dhe është nga emrat bazë të Allahut Azza wa Jall, që prej tij pastaj burojnë një sikurse nga emri Allah, shumica apo tër emrat e Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe është nga emrat e Allahut xhalla xhelaluhu që përmendet shumë në Kur'an, e në veçanti në një aspekt të rëndësishëm për neve. Është nga emrat e Allahut xhallahu ala që më së tepërmi është përmend kur pejgamberët e Allahut e kanë lutur Allahun Azza wa Jall. Nuk e kanë lutur pejgamberët e Allahut xhallahu ala Allahun me një emër më shpesh se me këtë emër. Prandaj është tepër i rëndësishëm dhe i nevojshëm si çdo emër i Allahut xhallahu ala, mirë po dua të them që renditja është e domosdoshme të bëhet në këtë mënyrë, që pas emrit Allah të flasim për emrin e Allahut Rabb, Rabbul Alamin. Çka është Rabb? Thot Ibn Qayyim rahimullah se baza e emrave të Allahut Azza wa Jall, e që nuk kupton edhe baza e njohjes së Allahut xhallahu ala,
ndërtohet në 3 emra, që me to Allahu e ka filluar librin e tij dhe surën Fatiha. Andaj Allah, Ar-Rabb dhe Ar-Rahman. Këto janë 3 emra të bazë të Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj elhamdu lillahi, Allah, Rabbil i dyti alamin, pastaj Ar-Rahman Ar-Rahim. Kështu Allahu xhalla ka filluar njoftimin e tij me robët e vet dhe prezantimin e tij bën robëve të tij. Ky është emri në bazë dhe prej këtij emri dalin të gjitha emrat e tjerë, madje lidhen ngushtë me këtë emër. Për këtë arsye të falësh për këtë emër, pa marrë nga emrat e tjerë, është gati sa e pamundshme. Edhe pse çdo emri kemi thënë do të mundemi t'i veçojmë në gjëra të posaçme, mirë po është e pamundshme sa të flasë për emrin e Rabb dhe për kuptimet e tij, e që mos të përdorësh emrat e tjerë që ndërlidhen ngushtë me këtë emër. Dhe ku janë të kushtëzuara me këtë emër në rrafshin e kuptimit. Dietarët kur kanë folur për emrin e Allahut Ar-Rabb, janë qasur nga disa kënde. Mirë po është mirë ta kuptojmë ne nga këndi aspekti gjuhësor, që nga ky kënd pastaj të futemi në kuptimin real të këtij emri. Nga se Allahu xhallahu ala Kur'anin e ka zbritur në gjuhën arabe dhe çdo shprehje e përdorur në këtë Kur'an në gjuhën arabe apo nuk është sa për të thënë, por e ka domethënien e vet. Në qoftë se për shembull dietarët e tefsirit kanë ndërtuar mbi një pjesë të caktuar, sikurse për shembull fi ose min ose bi, ato janë pjesëza që nëse ndan nga fjala s'kan kuptim. Edhe mbi këto e kanë ndërtuar dhe ja kanë dhënë kahin komplet një ajeti, apo sa është e rëndësishme të kuptojmë çdo shkronjë të Kuranit, jo fjala apo fjali. Qëse ka që është e rëndësishme atë çfarë të mërmenja për një emër i cili thash është përdorur më shumë nga gjuhët e pejgamberëve, kur i janë drejtuar Zotit të gjithësisë. E mos flasë për dobitë e tjera dhe përdorimet e tjera të këtij emri që do t'i marrim në vijim inshallah. Andaj, njohja e kuptimit gjuhësor të fjalës arab është shumë e rëndësishme që në suazat e këtij kuptimi pastaj ta kuptojmë edhe ne në çfarë konteksti, në çfarë kuptimi e ka përdorur Allahu xhallahu ala emrin e tij Arab në ajetet e ndryshme të Kur'anit. Fillimisht, fjala arab në gjuhën arabe është përdorur thash në disa kuptime. Mirë po dietarët i kanë përmbledhur në 3 kuptime themelore. E nëse këto i kuptojmë në rrafshin njerëzor, do të mundemi pasaj nga ky rrafsh të ngritemi dhe ta kuptojmë në rrafshin hyjnor tek Allahu xhallahu ala. Kuptimi i parë i fjalës Arab, që ulemat i kanë thënë që është përdorur tash, nuk jemi duke folur për kuptimin e këtij emri në raport me Allahun xhallahu ala, po në përdorimin dhe lakimin e këtij emri në përdorimet e përditshme të arabëve. Në veçanërisht të kohës së gjuhës kur kanë folur arabisht arabët si duhet. Jo në kohën e përzirjeve dhe do të thotë huazimeve të shumta që e kanë humb fuqinë dhe vlerën e kësaj gjuhë të bukur fatkeqësisht. Arabët fjalën arab e kanë përdorur fillimisht për një kuptim. Ajo është, i kanë thënë islahu shay wal qiyamu alayh. Çka nuk kupton kjo? Kur një njeri ka qenë kujdestar i ndokujt, qoftë jetë njeri, qoftë jetë shtaz, qoftë është kujdes për një pajisje të caktuar, apo? Dhe kujdesi i tij ka qenë i natyrës së përmirësimit dhe rregullimit. Do të thotë, sare ka pas ndonjë rrezik, tendencë që kjo gjë që ti e kujdestar i tij të largohet nga rruga e duhur, të dëmtohet me diç anash, kujdestari ka marrë rrugën që duhet apo. Dhe kjo është e para, apo islah. Vazhdimisht ka bërë për ta rregulluar ecën e këtij drejt zhvillimit, drejt rritjes. Dhe jo vetëm që këtë e ka bërë kështu, mirë po wal qiyam alayh, dhe ka investu krejt çka ka pas dhe krejt çka ka
do të për mundësive që i ka posedu, që mbarvajtja e këtij zhvillimi dhe këtij kujdesi të shkon tamam sikur se duhet. Ka njerë ti për shembull kujdesesh për diçka, apo për shembull e ki një lule të shtëpia. Edhe ato duhet me ujit për më rrite. 2 ditë mos me ujit e thahet, ose 1 ditë thahet. Nga njerë je përgut edhe ti e kujdestarja së lulës. E ke mshel dhe në shpish përgutës të karan men të lifti që se ke ujit. Tash duhet sakrificë e kohës e mundit me u kthy, apo? Në qoftë se ke kuptu kujdestarin si kur se duhet, s'kthesh, hajde shallat, e bëj tjetër. Që kjo që e bëj tjetër, kjo nuk ka rabi lulës, apo? Të arabt. Rabi është ai që ti kajt i len për mu kujdes për qëta që e kapën. Dënë vetë me pa që shpër shkon puna, apo? Madje, te karabët edhe kur nuk është prezent, ka shku në udhëtim dikun, ai angazhon eksperta caktuar që rumani unë ju kontaktoj ju vetë paguaj vetë të këshirmani apo. A kuptuat kuptimin e parë të fjalës arab, domethënë kujdes i vazhdueshëm për mbarvajtjen e sigurt të një objekti caktuar, duke u kujdes në vazhdimsi për të, pavarësisht ke prezent apo s'ke prezent, duke qenë i gatshëm që krejt të bën që ky më kon mirë. Kjo është një kuptim i rab. Në qëfë se këtë e bartëm të Allahu Gjelle Gjelaluhu, është e mjaftueshme me kuptuti se qka është fjallë arab. Dhe me kuptuti madhënin e Allahu Gjelle Gjelaluhu që mungon fatkeqësisht nga zemra shumë muslimanëve. Paramendoje sa është e madhe kjo që po flasone, në qëfë se ty të besot kujdestaria e veç një lule, i themi një njërit pineve, apo bëhu rab, i qësoj lulles, veç, kur që ma shumë, do të jetë sfid e jetës tonë me majtë gjithmonë, apëton. E qëka të mërmenja kur fillan të namazin tënd, me kuptimin e rab, në qitë kuptim, dhe jashtën alemin, rabbil alemin, dhe më hanë zat, kujdestar, i këthi kuptimi, i krejt asaj që ka egziston pe i botnave të shumë, të ndryshme, të lëjlejshme, që ti din, e shumë tjetë nuk i din, apëton. Sa është kujdesi i madh i Allahu xhallahu ala. Andaj Allahu te bareke ve taala sa kujdeset për robët e tij vetëm me emrin e tij Es-Semia, ai që ndëgjon. Nuk ka z përshpëritje e gjuhës apo e zemrës që Allahu nuk e ndëgjon. Nuk i pështillen zërat. Kujdeset për ankesën e çdo kujt për robët e tij. Dhe kjo vje nga emri Allahut Rabb. Dhe kjo është Rabbil Alamin. Apo sa bubreci i ankohet, e sa mushkaja i ankohet, e sa lulja i ankohet, e sa bari i ankohet, e sa njeriu i ankohet, e sa nga xhenet i ankohet, e sa nga shtatë ndryshme i ankohet, e sa nga banorët e nën tokës i ankohet, e sa nga banorët e qiellit i ankohet, e kërkojnë peti të gjitha këto. Dhe të gjitha këto Allahu Xhallahu Ala i ndëgjon me kujdes të posaçëm, po thuaj se është veç ty duke të kqyre, duke të ndëgjuar. Absolutisht askush nuk është më i zëshëm, as më i dëgjueshëm tek Allahu Xhallahu Ala që kam në Rabb më shumë se tjetri, pse ky ka më i zëshëm, e ky më pak i zëshëm, e ky më ngat, e ky më larg, askush. Të gjithë Allahu Xhallahu Ala kujdeset për ta. Madje ky kujdes dhe ndëruar është, sikur që kanë thonë dietarët. E do të vijë edhe në 2 pikat e tjera. Kujdesi i Allahut për robët e tij është një kujdes i cili, domethënë, ti ndoshta nuk e kupton kujdesin, por ti e përjeton. Shiko si është kujdes Allahu Xhallahu Ala për ty, që dukesh në mënyrën më të bukur të mundshme, më të mirë të mundshme. Apo a nuk është kujdes Allahu për rahatin ton? Çka të mungon tash që parën apëtën? A ki vështërsi me marë frymë, se s'ka oksigjen? A ki vështërsi për diçka? Gjithë janë të lecuara. Gjithë Allahu Xhallahu Ala i ka bërë në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe kjo është kujdes për ty që ti t'jesh mirë. Paramanetash si ti kështu ka pa numër krijesa, që për secilin është kujdes Allahu Xhallahu Ala dhe nuk i ka dorëzuar mo. Andaj nuk është kujdes sa është në barkun e nonës. Ani, nona dhe baba nuk mundën më kujdes për këtë njeri sa është në bark.
Unë e kujdesem. Pas atje u dorëzoj, merre tash kujdesni për te. Jo. Andaj kuptimi i dytë i fjalës arab tek arabët është, kanë thënë dietarët islam, mulazamatu shay. Jo veç kujdesi, po përcjellje e vazhdueshme. E përcjellja e vazhdueshme tek njëri bëhet duke qenë vet ose me autorizim, nga se ka udhëtu dhe e ka zavencin. Ndërsa Allahu xhallahu ala nuk ka zavens. Nuk ka zavens. Krejt ato që ka përdorën nga sebepet, si duke filluar nga me lajket, për me këtë tyra, e duke kaluar në për krejt sebepet e tjera, të gjitha këto janë të parëndësishme për Allahu xhallahu ala. Dhe të pazavendësueshme. Shikoj vëllai nderuam, fjala arab t'jep me kuptu ty se Allahu xhallahu ala kur autorizon ndonjë me lajke për ndonjë punë, apo megjithatë funksionalizimin e asoj pune dhe suksesin e asoj pune përsëri Allahu e bën. Andaj Allahu të ka thonë ty për shërim, për dore ilaçin. Mirë po, nuk i ka jap Allahu ilaçit kompetencat shërimit. Gabim me menu që pije ilaçin të shmushosh. Ja, kompetencat e shërimit i ka Allahu në dorë. Kur të pinë ti hapin, ai kujdeset për ty tash sa me të ndiku të ti. Parna për secilin prej neve. La ilaha illallah, çfarë mëndnime. Çdo kom prej neve. Allahu e ka bërë sebeb ushqimin që ti të ngopesh. Mirë po, ndikimin e kësaj ngopi, a do të ngopesh, a do të bën dobi, përsëri kalon përmes Allahu xhallahu ala. Ai vendos ti a ki mund ngop. Çdo kafshë që fut ngoj. Allahu ka bërë sebeb që kafshata kur futet ngoj të kalon kanalin e caktuar dhe të përfundon në vendin e caktuar. Apo ti mendon se kjo shkon me automatizëm? Ja. Përsëri çdo kafshë që fut ngoj merr lejen nga Allahu xhallahu ala, ka më ra, a më jam shel kanalin e frimares apo të kaloj lirshëm, çdo proces të rrotullimit të kafshatës në kanalin e depërtimit të kafshatës kalon përmes lejes së dijes së Allahu xhallahu ala. S'ka kurrë që kryen diçka në vend tina apo. Që kjo Rabbul Alamin apo. Gjithçka. Çka do që të bëhet? Mas pari, nga se ajo është wakil. Emri Allahut El Wakil, apo ai është i vetmi i cili është kujdestar i krijesave të tij. Askush. Prandaj terme që sot thuan, kush mundohet arrin gabim, kush mundohet arrin me lejen e Allahut. Nga se mundi është sebeb. Mirë po Allahu xhallahu ala sebepet nuk i ka bërë vendimtare. Kush mendon se marrja e sebepit është vendimtar në arritjen e qëllimit, gabim e ka. Madje mund të arrijë gabimin e tij deri në nivelin e shirkut. Para mendoj tash një njeri, ti veç kthej veten tënde. Allahu ta kon shembull më i nalt. Po para mendoj apo ti veç për një lule me kon kujdestar ishte kuptimi. Ishte kuptimi. Apo e lëshon ujin. Ja, tash duhet më nejt mita me këshyr çdo pik sa duhet më ndiku te kjo. S'ka më vlejt. S'ka më largu, s'ka më marr me kurrë. Veç me lule me tallon ti që aty mas 2 ditë ty gjojnë dvyshkun para lulës atë. Apo ka harran dham barku, tu marr me dhim barkut, ka harru me çit lulës u vysh kujave. U vysh lulja. Nëse Allah xhallahu ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nuk e marr koti, as nuk e marr gjumi. Wa ma kana rabbuka, shiko ka rabbuka. Rabbet, wa ma kana rabbuka nasiya. Stharan Allahu ti kur. Nuk të haran, ti mos haran, nuk mungesa e shëndetit, mungesa e riskut, s'ka është në zonë dikun, prit pak në rënë, s'ka si pasoj e kësaj, gjithë gjë është me urësi madhore, është duke u kujdes për ty, në kontroli e. Para më në përshamë njëri kur shkon në spital, apo, sa dhimin e ka, sa smun e ka, po veç mi thonë, që përshkak të intervenceve tona, kena arrit që një ekip të mjekëve, shumë të fort, shumë eksperta, kena arrit që me ta bo kujdestar të posaçëm ty. Këta s'kan të tërpun, veç ty kanë me të këshyrë. Sa është kjo ngushëllim për njerën, edhe pse nështë i dham, edhe pse po shërimit, për me gjithat, ndihet i lumtur, ndihet komod, ndihet rahat, se janë këta që po më këshyrin mua pëtëm. Allahu xhallahu ala nuk çan zavendësime më kujdes për ty, se jam në zonë dikun tjetër. Absolutisht.
kujdeset në mënyrë të veçantë për çdo kënd pinëve dhe kjo kujdese është e vazhdueshme, e pandërprer për asnjë çast, për asnjë moment, për asnjë lëvizje, për asnjë fjalë, për asnjë qëndrim, për asnjë kërkesë, për asnjë ankesë, për çka do qoftë, e vazhdueshme për çdo krijesë, apo dhe Allahu po të krijonte edhe 10 fish në këtyre krijesave përsëri mbetet Rabbul Alamin. Nëse s'është ky maksimumi, që ka që njerëz mund i mojnë, edhe një 2 milit më shumë, destabilizohet kosmosi, absolutisht. A është Rabbul Alamin. Në kjo është kuptimi Rabb, kujdestar i këtij kuptimi. Dhe gjithashtu vëllai nderuar, kujdestar i vazhdueshëm, por ky kujdes i Allahu xhallahu ala është kujdes i përcjellur me dashuri dhe mëshirë. Para mendo vëllai nderuar, vetëm këtë shembull më pas parasysh. Allahu na ka krijuar për çfarë arsye? Për adhurim. Kur fillon realisht numrimi i adhurimit të çdo kujt ndaj Allahut azza xal? A morëm 15 vjeçare mesatare? 15 vjet. Domethënë, 15 vjet ti ja nis me realizu para ato çka të ka pru këtu. Që nuk kupton në plot raste, ndoshta 1/2 e jetës së dikujt. Apo ose 1/3 e jetës së dikujt. Merrni 1/4 e jetës së dikujt. Por ka hisë të madhe në krejt jetën që e ki. Allahu xhallahu ala a ka mundësi, apo që si del njeri, një ditë o beb, mas një jave, i bën 15 vjet, edhe e obligon. A ka mundësi më bëkëshët? Ka mundësi. Pse të manë 15 vjet badi hava, pravda? Ditë për ditë kapa. Më kujdes për ty se që shtë të mirë për ty javëtën. Apo? Ande edhe pse të ka kryu për një shka tjetër, për sëri, nuk të gut, dhe të vjen të qëllimi që unë të kumpru për këtë. Ditë për ditë të rritës, pak nga pak ma tepër më u shpejtu procesi i rritjes është defekt të tjetër. Apo? Andaj e keni pa ata fëmijët në fillim kur të lindin i marrin kontrollojnë. Nëse ndonjë fëmijë apo në intervalin kohor mes dy të rrahunave e ka një të rrahë me të shtume, veç një të rrahë me shumë, i gutet zemra pak ma shumë me rrahë, apo kontrollohet defekt në zemër duhet me intervenu. Veç për një të rrahë me ma shumë, se po i gutet zemra ma shumë. Ose, për shembull, një dorë ka më të gatë, ose një vesh ka më të madh, është dashur me pas mallsinë e kësaj koke kur i bën 4 vjet, po e ka mallsinë e kësaj koke kur i ka 1 muaj, me automatizëm kontrollohet defekt. Etmet e dikujt. Ndërsa Allahu xhallahu ala thash për çdo kënd, pa në vëndërum me mas saktume. Ti ka herë na ndonëve kjo. Këtë duhet për shkakun nga jeta e përditshme vazhdimisht për me përjetuar çdo lëvizje ton madhnin e Allahut azza xal. Kujdesin e tij të madh ndaj neve. Ka ndodhur ata që në prind, apo që më të smu thmit. 2 fëmijë, 3 fëmijë të smuan. Për njerë, është farë rani, i ka kopë të tonë. Apo, edhe duhet njënë me unë i laqin 8, tjetën me unë 9, tjetën me unë 10, apo, atë pështilën, 3 nditje i laqin me unë harran. Dikujt ja ka përcen, se sekund të shpija, ke harru, që ka këna bit, kështë i adhash ti, këja pasadhën këti, 3 fëmijë, tu veç i laqin me unë, 3 nditje të pështilën. Apo, pashërim në tyne. Nëse Rabbul Alamini, apo, nuk e ka rrit gjysë në Kosovës, ko ka harru më rrit, këta ko ka rrit këtë vegjilta, këta tjirë rrimet që ko ka harru mi, gjithë rritë njëta, ke po. Gjithë një, thush, subhanallah, në të kuptim që se cili me i pas ka 10 vetë, që e mbikëshur një njëri, vëllë nuk kanë mundësi me rritë. Edhe vetë shkenstarët e kanë pranu, kanë thënë, në qovë se marëm një thmi para veti, dhe krejt mjekt e botës, me miliona në qofshin, apo, mblidhen rreth një fëmije. Edhe sësli prej mjekve, merë përgjithsin për një organ caktuar ai me mbikëqyr. Apo, do të vdes fëmija për një kohë të shkurtër. Nuk kanë mundësin me mbikëqyr, ase nuk din. Nuk din çka duhet me qenë kësaj, nuk din kur ka shumë gjëra të cilat ju ikin. Ndërsa Allahu xhallahu ala jo një, po thash Rabbul Alamin. Dhe krahas tërë kësaj që kujdesi, mbikëqyrje, vazhdimësia, krahas tërë kësaj të gjithë janë në dorë të Allahut azza xal, e nuk është në dorë të tyre. Prindit këshyr, apo edhe shpreson nesër kur plakët ti me këshyr apo. Allahu xhallahu ala nga ky kujdes, a pret na me këshyr nesër?
Jo, apëtën. Nga se krejt jena tina na, apëtën. Krejt jena na malli i ti. Andaj edhe kuptimi e emrit Allah të Rabb është e domosdoshme të kuptohet në hijen e kuptimit të emrit Allah El Khaliq. Ajo është krijuesi. Krejt i ka kriju. Krejt ja u ka dhonë. Përsëri opet kujdeset. Çfarë mirësi është kjo vëllezër? Për këtë arsye edhe Allahu xhalla xhelaluhu shpesh herë këtë emrin Rabb e ka përdor për të angullit në zemrat e njerëzve emrin Allah që kemi folën desë në kaluar. Për ta kuptuar këtë, sigurisht do të vijë tek dobi që i kemi përgatitur lidhje me këtë çështje. Andaj nuk është çështja që duhet me adhuru Allahun azza xal. Po duhet ka madhuru. Jo, nuk para se mendon të shpejt a duhet, a nuk duhet, a meriton, nuk meriton. Vet fjala arab kur ti e kupton, ku çon? E po subhanallahu, sot njerëzit fatkeqësisht aq kanë njohje si përfaqësohet për Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe aq kanë njohje të detajzuar për të punë tjera, vallahi sa që na bën me u turpunu në mos të madhe për Allah xhalla xhelaluhu para që po ndodh. Edhe për të tona për tjerë. Do sa dikush për neve, vallahi din më mirë për pajisjen xhep që ka, apo çka mund s'është e kurgjë. Din më mirë me përdor pajisjen xhep që ka për mu lidh me gruën e vet e me fëmijët e tij, apo se që e njeh Allahun xhalla wala për mu lidh me ta. Edhe ai përsëri kujdes për ne vota. Njëri më dashur në botë që kisa do. Kur do koftaj? Qoftaj prind, qoftaj grua, fëmijë, shok. Njëra dy në telefon mos më lëmu që duhet, ose mos më jep telefonin, apo kontakti s'ka funksionu. Që duhet ai të ka çu sinjal ti se lajmëru. Çka ndodh? Si është disponimi i dikujt për neve? Automatizëm spaku në fjalët e para pak që ti çavone, njëra me kallëzu që jemi dhënë, tani mundem me i pak mushtirun më, po megjithatë pa e kallëzu se na prek na nuk e bojmë. Apo Rësare ka që Allah sinjale që dënë mu lidhë nëse robe së përgjigj. Edhe pet i niman, edhe pet jep. Apo? Këtë të krejtë që Allah ka kryu në sinjale të vazhdur nëse Allah Gjallahu Ala dënë mu lidhë me ju. Nësina përgjigj si kurse duhet, përsëri Allah Gjallahu Ala në ka rritë. Përsëri Allah Gjallahu ka dhonë leje me funksionu lukëtë dhe zemra. O pet e jep leje. Nërsa azi nuk bëhet pa lejnë e ti Allah. Kur gjëheq? S'ka sebeb funksional. Sebebi është veç, Allah e ka lënë ti merre. Duhet me marr. E po shkaqet që Allah i ka bërë për arritjen e qëllimeve të caktuara nuk e kanë kompetencën e ndikimit. Jo. A do të ndikon apo jo vendos ai që ka në Rabbul Alamin. Prandaj gjitha këto kuptime dhe shumë të tjera thot i përmbledh emri i Allahut Rabb. Për këtë arsye thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah pasi që njohja, pasi që nevoja e njerëzve për ta njohur Allahun si Rabb është më e madhe se për ta njohur atë si Allah, vazhdimisht Allahu Gjallahu Ala njohjen e tij si Allah e ka bërë përmes njohjes së tij si kurse Rabb. Ti a më shumë ki nevojë, njerëzim me njoft kush t'jap me hungër e me pi, apo a ki njëve me njohë ma shumë ato që ta mundë se mu kënash me namaz? Ja, na ma shumë këna njëve me njohë, kur t'nabë me pi ullon njëherë. Apo kush është që përna e pëshnet, kush është që përna rrit. Tani piksoj në dolem atje. Ka se njëri është i tilë. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu në vazhdimësi, paramena, na kena nevoj që përmes aspekteve materiale ta njohim Allahun Xhallahu Ala. Edhe pse realisht asnjë nga këto materiale mos ekzistonte, mbetet Allahu i vetmi që meriton të adhurohet, sikur se kemi thënë te emri Allah, apo. Por megjithatë Allahu Xhallahu Ala të gjitha këto që i bën përmes emrit të tij Rabb, të kujdesit për ty, të gjitha janë këto sinjale të lidhjes me të. S'janë këto patihava. Tash paramenon sa këto sinjale të përgjigjesh që çaftën. Edhe ajo pet të bën. Nga sa ai ja ka vendos vetës i emrin Rabb, apo dhe ai përmbat ti emri. Do të ti që si përmbash sinjaleve, kjo është çështje pastaj tjetër. Ti e ke përcin tonë, por ai nuk i shmanget kësaj. Për çfarë do lloj rebelimi të Rabbëve ti japën? Nuk pushon së qenuri Rabb, Allahu Xhallahu Ala, për çfarë do lloj gjunojnë tokë?
Nuk pushon se qenë në rab Allahu xhallahu ala për çfarë do lloj rebelimi dhe mëkati dhe refuzimi të udhëzimit të Allahu xhallahu ala që njerëzit e bëjnë. Kur? Është Rabbul Alamin. Po, pastaj hisen këtë rab njerëz, po dikush ka më shumë, dikush ka më pak. Mirë, po nuk pushon se qenë i tillë. Andaj Allahu kujdeset edhe për ata që gjatë kujdesit të Allahut për ta i bën gjuna. Një njeri i cili është nisë me bëj gjuna me një vend caktuar, me kom të veta. Kush po jep leje ato kom me lëviz? Wallahi vëllai nderuar, konstrukti fizik i njerit, sikur se kanë studiuar dhe shkencëtarët, konstrukti fizik i njerit është i çuditshëm. Këto dy kom që i ki realisht nuk janë përshtatshme për të mbajtur trupin që ti e ke japur. Baza e këmbë vazhdon me kon më e gjon, jo çfarë është e jona. Ne provojmë me marrë një kukull, apo sikur se njëri apo. Nuk rrim kom pa bazë saktuar, të madhe. Nëse Allah xhallahu ala ta ka mundsuar ty baraspeshimin me e majt, përmes këmbë janë sebeb. Nëse ma sebeb se këmbë e ka bërë atë ujin që është mes të vesht, mes kokës, apo që kur bosh pak ai lëviz, bëhet që po të mirën me ata, ato me nuk mirën, apo por ai uji ka lëviz, ka prek në muret e caktuara dhe ka jap sinjal se do murxua ato. Që kjo është njëri ato. Andaj edhe atë ujë, do në tim me kurrë çka kitë son mosh ato. Edhe çtash Allah më thon, ai e mirë s'është, ai ki kom ti ki durt, çe po lçoj ti po të rrezosh ato. Andaj kush jamon atë ujë që mos më u marr me atë shku të gjinohi, Allahu xhallahu ala. Kush jep leje që kom me majt atë trup që nis ka gjinohi, Allahu xhallahu ala. Kush jep leje që me funksionu sistemi frymor sikur se duhet, kur kalon nga xhamia thot muezini hayya ala sala, hadni Allahu sejdë miraj, s'do miraj sejdë. Kush jep leje që edhe çete morfim, Rabbul Alamin. Andaj nuk mundet njëri me gjinohet e veta, sa do qoftë, apo me sfidu kujdesin e Allah në rëbëve të jepë. Nësa është krijuesi, ai ka kriju dhe ai kujdes për ta. Dhe ai është furnizuesi. Dhe ky furnizim nuk është vetëm një herë, por është vazhdimisht sa ka nevojë njëri atë. Sa kemi në trupin ton, do të thotë nevojë që të ripërtrihen qelizet caktuara, e vdesin të caktuara, na e dim në këtë punë. A mund me të ushqy nona për ditë me sa kinë? Jo, valla të des. Ai le që të furnizon një herë, po furnizimi i tij është i vazhdueshëm, varësisht nga nevoja që ti e ke jeptë. Me bu me thith, ma shumë oksigjen se që përpërën, des njëri, se plas. Apo? Me bu me gjera marrament, nuk mush me sjaru. Apo? Si Allahu xhallahu ala kujdeset për njerëzve. Andaj sikur se kompren vazhdimisht vllaznia. Në qoftë se vetëm e marrin kujdesin e Allahut për njerëzit, kur është njëri në barkun e nonës, është e mjaftueshme me kuptu Rabb kush është. Ky është kujdes Allahu xhallahu ala edhe atëherë kur ka rrezik nëna me dëmtu fëmin atë. Njëri më i dashur për çat fëmijë kush është? Nona e tij, se e bart në shpirt vet, në trup vetë bon. Edhe kur ajo ka mundsi pa qëllim me dëmtu, por mund të jetë rrezik po të thë për fëmin kush e ruan? Allahu xhallahu xhelaluhu. Ai sikur se kanë sharuar mjek për zurën e frimarës, apo sikur se fëmia merr çka është e dobishme. Nëse ekziston një farlloj muri, në shkencë thonë muri inteligjent mes nënës edhe fëmijës. Roli i këtij muri inteligjent është supozon shumë funksional, shumë interesant. Po një pirul e tij e ka çka është e dobishme, apo dhe i duhet fëmijës ky mur e lejon me deportu prej nënës te fëmia. Ato çka është e dëmshme e stopon, i lën veç nënës, fëmia jetë i ruajtur më vonë. Madje kanë thonë mjek, të na është një frazë që qarkullon, po kjo e ka një bazë shkencore, se kur të lakmon gruaja shtatzane, apo duhet mi dhon. Se s'bën me lakmuaja, se del fëmia me leçe, se ka lakmu. Jo, nuk del fëmia me leçe. Mirë, po subhanallahu shkencëtarët kanë arritur me vërtetu se kur nëna lakmon diçka, lakmia e saj ka si pasojë e një nevoje të fëmijës që e ka në bark. Por atë nevojë se ka nëna mbrana më ia dhon, apo? Atëre muri jep sinjale lakmoja që ta me hongër që fëmia më marr çapi duhet apo. Kush e ka këtë kujdes apo? Rabbul Alamin apo, kujdes për ta. Allahu i gjithësisë. Ja mundson kësaj me lakmu se këti po i vjen diçka që ti s'e ki. Para sa fosh është në bark. Apo hiç fosh ti me këshira boll. E lënë mo edhe ata që bartin fosh në kështu më radh. Na duhet me njoh këtë Zot Allah. Sa kujdes ai për neve. Dhe sigurisht është kujdes
I pa autorizuar, kur kush s'është i autorizuar, ti kthyer më rruma çta. Jo, të gjithë i kthyer Allah xhallahu ala sikur se me konja. Sikur se Allah ka thënë xhallahu ala. As krimi juaj, as vdekja juaj, as ringjallja juaj për neve ka nefsin wahide. Si një shpirt me kon. Pas para që po më gjeni shumë javë. Si një me kon. Të gjitha i ndëgjon, të gjitha i sheh, të gjitha kujdes, të gjithë i furnizon sa i duhet ti, sa i duhet ti. Që për një fabrik duhet me mira punëtor, me ndrime mundru, apo për me marrë vajin, është konstant të shku, se mësë bëhet ma shumë, mësë ma pak e prishet maqina. Nërsa aje marrë vajin e çdo kujt për neve, veç vetë. Nërsa me lajket raportojnë, a mi ashtu, a mi apaku veç, në të kuptim që Allahu xhallahu ala me tregu ushtrin që ka, se kur kush si duhet heq. Absolutisht, kur kush nuk i duhet. Kjo është Rabbul Alamin. Ande sa më tepër e njohim nga ky kënd, aq më tepër e adhurojmë. Pra i kuptimi i emrit arab në gjuhën arabe, që nën kupton kujdesin apo për përmirësim dhe zhvillim, gjithashtu ky kujdes është i vazhdueshëm dhe gjithashtu do të thotë nuk është marrëveshje mes robët e krizit, por jem pronë ti, tërësishëm, heq mes me të qyrë, si që kam i bo, se i tina i jepëtën. Kur bukëm mes me të qu, zgudzan mua në ku optëm. Qa po dënë? Apo? Ti përsha, a gudzan mu i dhnu në ere makina jote, pëse së më ke qitë sët naftë? Pse? A din që unë e mbetë, së qesë, kur së qesë, punë e madhe. Apo? A mund me dënu ligji, pëse ti si ke qitë zëtit ka 20 euro naftë, kiret, a mund, jemi është, kur, e gjuj, shtarë, mbër laga gjuj, apo? Edhe kur sot kur gjë? Ti që je posedus shumë i ngusht, apo? Panaj keti ti jep, çka dëmbën, që ta është myte, kur se men për e si jepën, apo? Me gjithat, o pat kujdes për ty. Edhe pak si nuk qanë, ti pak prekësh, o zot, ama, a i ka qef, kur të mungon ti me lut me të adhona, pëtën. La ilaha illallah. Apo? Që kjo është zot e gjithësit, apëtën. Kur gjë mësë më në që heqë, mësë më kur gjë, pe që ta është, s'ka kur gjë. Kena me dekët e tonë. Alhamdulillah, kena rënu do vjetë, kena mu të ashtu mësë më rënu, zguzëm e të shkumen e keq për të kur. Apo? Ti je i tina, a i të kuptu. A i qka dënë bën me ty, qka dënë, sa dënë t'jep. I ti je, si e konë kërkush, heqë ka pru këto. Që kjo e Rabbul Alamin, para më nejtë, veç të kuptime, do në që i cekom diri më tani, të jenë të ngumbulluar asaj, të thëmi ne, elhamdulillahi Rabbil Alamin, namaz. Si dhe të namaz gjithë do kujtë për neve? Si dhe të përjetimi i lidhës me Allah në gjellë u ala. Prandaj dhe kujdesi i Allahut, për robë të tjërë, dy lloje, është kujdes material fizik, është kujdes që të kena kryt taman, se me pas më të madh, na kish marr anën, e shkon problem me jetu, apo na ka është kujdes me pasat ujin që mos më na marr me atë, ai stabiliteti sikurse ai labella, apo si të levit ai uji, ka thënë që nuk ka mirë, duhet më drejtu pak, apo se rrezohet muri. Çashtu edhe punët e tjera, na ka mësuar Allahu xhallahu ala. Kjo është kujdes, që në këtë kujdes bën pjesë të gjitha krijesa Allahu xhallahu ala. Por është një kujdes tjetër më i posaçëm, që kjo e bën këtë emër edhe më të afërt me neve. Kujdesi i Allahut për neve që timi të udhëzuar. Sa është kujdesi Allahu xhallahu ala që ti sot me ditë më fal. Që ti sot me ditë më falënderu. Që ti sot me ditë më madhnu Allahu xhallahu ala. A nuk është ky kujdes? Wallahi është kujdes i madh. Ka thënë Allahu pejgamber, edhe pse ja kanë shkel pejgambert, edhe pse ja kanë vrarë pejgambert, edhe ka përgjithësuar pejgambert. Megjithatë nuk ka hiq kur Allahu xhallahu ala nuk është largu nga kujdesi i tij për robët e tij në këtë aspekt. A nuk kujdes Allahu për zemrën tonë që ka mundi pak më mirë namaz? Pitina është apo? A nuk kujdes Allahu për ty që me të ruajë nga shumë smundje shpirtërore që devijojnë nga rruga Allahu xhallahu ala? Po vallahi. A nuk kujdes për ty që të vesh në vend e duhura, e ti në shoqni caktuara, e ti në kohë caktuara aty ku duhet? A nuk është kujdes dina? Po vallahi. Fakti që këtu jo sot me ngu, apo ai është për kujdes për ardhen tonë apo? Jo ti vet. Se kujdes ti me kur di sahatin e muquë me ardhe me këtu janë sebeve ke ka mund me kon bash. Nëse veç një dhëm ka mund me dhimbë të aty mos mund marrë çfarë çfarë. Kush ka kujdes se si mos me dhimbë se të kur gjë heq e ti më net rahat me ngu. Kush ka kujdes për këtë punë? Ani ky kujdes i dytë është më i madh se kujdesi i parë atë. E nëse ne dojmë shumë dikon që ne hap me hungër me pi, e ne hap shnet, veç për çikaç gjithçka bëjmë për të. Çka duhet të bëjmë atë kur të kuptohet edhe kjo e dyta? Kujdesi i dytë i Allahu xhallahu ala, që është kujdes o ndëruar, çfarë shariat na ka pa Allahu xhallahu ala. Apo sikur se Allahu la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi,
Si vjen e kota, ka të këqysh, ka të mërsh, as kësaj, ka të këqysh, absolutisht. Nuk ka mundësi me prek diçka që është e kohë, diçka që nuk është e me vlerë, ka të këqysh. Mere Muhammedi s.a.s. Shëmbëltyrën të naon, qëka të lepë shëgjohën taj nga të mirat. Allah është kujdes, që aj me konë shëmbëltyra për neve, që na me përfitu, na me pas dobi. Dhe kjo kujdes është edhe më i madh që Allah xhallahu neve na ka bë. Pse po thon, vallahi emri Rabb është i ndërlidh me këtë emër, me hasibe, me wakile, me muqite, me semie, besire, khalike, gjithë emrat që të bojnë. Gjasë nuk ka mundësi me kon kujdestar që të snin. Që ka mundësi me kon kujdestar e snin. Se kam pron. Kujdes vjen ti kush ta merr nesër. Jam është ky. Shkoj apo anë këtë të ndërlidhen me emrat e tjerë. Mirë po, duhet të bërë një hyrje përgjithshme në emrin Rabb, pastaj detajzohet sikur se emri Allah me emrat e saktuar që i marrim në vijim. Po mendoj se këto tri kuptime gjysore që i përmenda, do të thotë kujdesi për zhvillim, për mirësim, apo dhe të jetë i vazhdueshëm, plus asaj të jetë në pronësi të tërësishme, të ski kurrë në këtë punë. Këto kuptime të emrit Rabb mendoj që janë të mjaftueshme që na të kuptojmë veç përballë çfarë emri jemi atë. E këtu mund të thash sa dush prej rasteve, sa dush prej momenteve, sa dush prej kujdeseve që edhe më tepër të bindin ty për kujdesin e madh të Allahu xhallahu ala që e ka ndaj teje, e na e pa veç një kujdes që e kuptuam për atë murin inteligjent që i thon, apo si kujdes Allahu akbar, çka ke ditë. Apo veç i kaq, është mjaftueshëm. Para mëna për shumë e shumë tjera, sigurisht e kam përmendur në shumë raste, do të thotë sa tash ndoshta prej armiqve, bakterieve apo mikrobeve, shejatinëve, gjin tentojmë na bëj zarar, mos më na mundsu me ngu, çapo ngojmë apo Allahu për kujdeset për ambientin e sigurt, veç ngani jo. Apo veç ngati. Apo në zhurmë që në shejtan s'më lënë me një për emrin Rabb, vallahi ata s'kan çef me një këtë fjalë. Ata me mujt na nalin çtash ato. Po kush kujdeset na me fol sigurt, apo me kona sigurt ndaj sulmeve tyne, me kona sigurt me ngu kush? Rabbul alamin apo. Ai kujdes po ti, unë i rata ata. Ti nga për mua apo. E sa kujdese tira të shumta që na as nuk i dim çka po ndodh rreth neve, sa na run Allahu xhalla xhelalu, e morëm është yawmul qiyama. Tot apo është, çka ka mujt me të rrok? Po a çka apo? Ç'e heksha unë atë. E ti nuk e ti as e merresh vesh belavë. Sa rën gjum të nxjekë fryma apo që po me veç një 2 sekonda me zgat në sabah të kishin qenë vorra apo kush ta kfill kë sistemin e frymarrës unë. Se unë s'flashe ti flashe. Unë jam kujdes për ty apo. Kjo ndodh vazhdimisht shumë rrafsha apo. Sa i dim na e sa na nuk i dim apo. Sikur se thot Allah xhallahu ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse dëni numëru dobi begatit Allahut, unë kam dobi pi Allahut kaç? 1 2 3, a mund më ja çet numrin? Është e pamundshme. As nuk ka numër për begatit e Allahut, e as nuk ka dije që mund të përfshin sa begati Allahu xhallahu ala i begat në rrobat e tij. Dhe gjitha këto me kujdes të posaçëm, apo nuk i gjun pi ashit, apo kush të kap, apo sigurisht pi aeroplanave apo thon që gjuni pi kamionave kush e merr një thasmille e merr, kush se merr, jo nuk gjun Allahu këto rrobat vetë apo. Kujdes të posaçëm det vjen te ti, speciale dërgumet e ti. Për ty është me emrin mbi emrin, që ti duhet që kemi orë, çikaç. Që ti duhet më marr çita, këti duhet më marr çita kek. Kulle yawmin huwa fi shan. Çdo ditë Allahu xhallahu ala kështu vepron. Dikon e më shumë e pasuron, dikon më shumë e varfton, dikon e smund pak më shumë, dikon e shtos pak më shumë, dikon e ngrit pak më shumë, dikon e ul pak më shumë, dikon e rrit pak më shumë, dikon e zvoglan pak më shumë, ditë për ditë. Kulle yawmin, çdo ditë Allahu xhallahu ala me krijesat e tij. Dhe gjitha këto nuk e angazhojnë Allahu xhallahu ala apo për natën e për ditën e për diellin e për hanën, për kosmosin, edhe këto që janë mbi këshir Allahu xhallahu ala, me pas edhe 100 që si kosmosa, do të ishte jo problematike në asnjë aspekt për Allahu xhallahu ala që të jetë Arabi të gjithë. Andaj pekë këto çka na përfitojmë në ndërruar. Ndikime pse ballu përmend çto, por ti ndoj me pika. Çka përfitojmë ne nga ky emër? E para është se kur na mësojmë për emrin Allah Arab, për këtë kujdes të madh, për këtë furnizim të madh, për këtë mbrojtje, për kraje të vazhdueshme, apo për këtë krim kaq të madh. Ata më mendojnë se kjo është veç haq ashtu. Ka dorë Allah çashtu sigurisht e përmendja ditë me udhë,
apo kam qenë margaritari i fshehur, desha të njihem e krijuar njërin apo. Allahu njihet në qiellin tok, apo ka krisa boll që si vjen njëri me njoft Allahu xhallahu ala. E po gjitha këto që Allah i ka bërë, a nuk sinjalizojnë për një rol caktuar që kërkohet për neve? Tash paramendoje sa i papërgjithshëm është ai i cili e shpërfil këtë rol. Krejt ky kujdes është bërë që ti merron sejdë, edhe pet të zbjen. Çfarë do të më bëj këtë njëri? Me kuptu këto ka diçka. Andaj shikon Kur'an shpesh Allah xhallahu ala flet për krijimin e qiellit, flet për ndryshimin e ditës së natës. Këto njerëz më u çu me bën natë vallahi billahi s'u ne bën kur. Pse i ka bëu këtë Allah xhallahu ala thot li ta'lemu, që ta dini ju se Allah është gjithmonë për gjithçka. Ta ndron ditë për ditën edhe natën. Ditë për ditë ta dëshmon se çka do të bën. Edhe kur rrugën i sprov, zdia hiqet kjo vëzi çka bëhet. Pa tjetër. Apo ton kjo shkollë, ditë për ditë po çojnë shkollë me kullu që unë bëj çka du. Veç thirrëm, edhe vjen rasti apo edhe apet nuk i zdi valla adena kry. E çam më bëu këtë njëri mandej. Prandaj do të kuptoj se këto që Allah i ka bërë ka një qëllim. Duhet diçka ti duhet më marrë vesh për kësaj. Mesazhi i kësaj është me kuptu çita. Qëse ke kuptuar në rregull është, këtë falën. Sprish punë, harxhime shumëta, s'ka gale te Allah, s'ka harxhime. Jena shpenzuar shumë, s'ka gale shpenzime. Ti s'ki marr me shpenzime. As me harxhime, ti ki më marrë veç e morë vesh mesazhin. Po do të morë vesh, këtë falë ki. Çka dush ta sprish punë mo. Ama se merresh mesazhin këtë kimi paguar. Se këto janë fal. Këtu janë fal për ata që e kuptojnë mesazhin atë. Se kupton mesazhin, kanë kanë më paguar. Qështu ka thënë Allah xhallahu ala për yawmul qiyamah. Për këtë arsye në xhennet s'ka hisë kafiri. Pse? Pse atje domon masa sa çka të has paguhet mo. Në xhennet s'ka pagesë. As ka mesazhe, po duhet të mërzoj mesazhin atë. E lexon bortëm atje. Se lexon, as ato se merr, e këto që ke hungur tu kimë paguar. Andaj a pe kuptojnë mesazhin e drejtë që na e bart emri i Allahut Rabb. Çka është dobia e parë? Dobia e dy që ulemat e kanë është se kur të kupton ti që kësi përkrahje kia për episodit. Ky është krijuesi. Këtë ato që ka të Rabb apo. A nuk të bën kjo me kuptu tamam drejt ato që ka thonë pejgamberi raditu billahi rabba, jam i kënaqur. Për shembull, ai i kënaqur tash me kon Zoti yt, adhurosh Allah, apo në shkruan çfarë? A do na lëmë të kallëzuar sa është e mirë ti me kon me ta? Wallahi kanë që hala sa e din që për të për Allahut, për kraje, hala s'janë të kënaqur me kon në shkues marrëveshje. A kuptoj se me kon raditu billahi rabba? Ai është historit, ai atë që ndor, apo? Atëri i kënaqur çat caktonaj, çat gjykonaj, çka thot bën, çka thot s'bën, i kënaqur. I kënaqur. Pse ai është Rabbul Alamin? Mirë po, ata se kuptojnë emrin Allahu Rabb. E pse kjo obligim? E çka këtë është kjo haram? E çka kjo sprov çka kjo? Pse erdh kjo tash? E çysh kjo apo? Pse? Se ai s'është i kënaqur që me kon Rabb. Se kërkesë e domosdoshme e qenë Allahu Rabb është më ia besua ti me të udhëheq. Dorëzoj ati, tash ai çan, ka erë përplasje atje, ka erë dhëm çto, ka erë mungon që kjo, i kënaqur një. I kënaqur një më shumë bel i kënaqur një, se kjo është për diçka shumë të madhe. Apo? Andaj kodër sa jemi kënaqur që edhe për sprovat i kuptojmë emrin Rabb. Emri Rabb është ideal për më ndihmu më u kënaq me sprovat që Allah na çon. Allah na rujt, na kem çëm me kon rahat, po kur të vjen emri Rabb i ëmbëlson sprovat ato. Djetot e si në këtu një shemë dhe thujnë kështu dhe të nërruar. Paramendo një dit, për ditëve, djallit u ardhë të shpia. Djallin, klas 5, klas 6, klas 3, se më nësi. Apo, thot, o bab, o dhe pisa do nësë du me shku në shkollë më. Edhe baba gjak, thot, që është du shbirë jam bë një. Asë nuk qot me flakaresh në një, asë me dhënë kosh, edhe njerët një të kalëzaj, se më nën heq se i dhem, djallit, zban, se me dhim zban. Edhe e lën shkollën djalin. Nesër mas nesër djali jet udhëve. Kur kush heq apo, edhe si pasojë e bondave, si pasojë e shoqënisë keqe, përfundon dikon shumë keq. Mas pari që ka me e shajt, kush ka me kon? Baba i tij jeptën. Baba i tij. Pse s'më ngresh e veshin? Pse s'u mund se me zar, pse? Pse s'u kallëzosh që sa mirë, pse? Apo e Allahu xhalla xhelaluhu ati të kanë shembull më i lartë, apo ata që i don Allahu xhallahu ala
nuk dën që ata me thonë më lkeme pse o Zot më bësh çto, sa ka kon mirë atë. Apo pa vetë ta bën një. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditën e gjykimit, kur të shpalosen mirësi dhe shpëlimet e mëdha që kanë me i marrë sprovumit. Ata që kanë qenë në atë aspekt të kursyer nga ajo sprov, kish më thonë, ja rab, edhe çta pse çesh e bëj kështu mbajt në vallë. Po atëherë kishë bëhet kur të resa paguhet. E me na vet na përras në as ditë shkollë shumë shku naftën. Po elhamna që Allah më zon na çan. Ata që Allah i don, andaj ka thonë pejgamberi idha ehabba Allahu qauman. Qëra kur Allahu e don dikën, idha ehabba Allahu qauman, kur Allah e don ne çka i apati? Ibtalahum. Ispravan. Apo se ti kënaqesh Rabbul Alamin. Andaj kush sot pineve hala mon hoj nga në rrahje kështu, e babës ti. Atë ka me të hujtë pëse të ka rrej kër e koni vogël për më mësu? Kër vëllah, të më bëhe, Allah e rujtë. Apo, pëse ke po hajrin? Andaj, ama të huj me Allah në gjellë gjellali hu, pëse të ka spëru për të mirën të one. Po qaj vinë ati me të smu të ju, po si vinë ati sen, heqë kërja. Apo, po ta qënë e të lashe ka në të vogël, në munges, të rizkë, në smu, për ty e ka. Se ti e gjahil, të zdin kërgja, apo, me të mësu, se që është mirë e shpërblimi, apo. Çka vinë Allah të namazë jonë, apo. Po në ka spëru më falë se jo më u kënaq, jo më u gëzu, jo se mos u vini kurrë heq apo. Çka vjen Allah xhalla xhelalu namaz jo. Andaj kur Allah na sprovon me çka do qoftë. Dije vëllai nderu. Dietarët kanë thënë kështu. Çdo sprovë që vjen nga Rabbi, nga emri Allahut Rabb, çdo sprovë që vjen prej tij e ka një mesazh. Kanë thënë dietarët kështu, unë po jau për cili tamam çka kanë thënë. Dietarët kanë thënë kështu. Mos leximi i drejt i mesazhit është më i keq se vetë sprova që të godit. Kur gjë nuk është që të ka rrugë sprova, apo çka është e keqe mos më marrë që ta ka quaftë. Kjo është fort e keqe mos tani. Ta ka qumë të përmirësu që të, e me të bind që të, e me të ndrej që të, ti nuk e ke këtu i shpërfill, thush, o, zot, kur po më hjeke që kjo gaze për vete, se s'përfiton në aspekte tjera, po, lutem më të largu. Po, deri sot largohet për maksimalisht për të se jenë në shkollë caktume, apo jenë në shkollë, në trajnim je, është pagu për këtë trajnim, vëlla për ty. është përmenat me të pagu dikush me qunë e trajnim, shumë do bishëm për jetën tonë, është pagu me 1000 euro për atë trajnim, e atyre qyrë kur është data që këna me dalë për këtujt, kur që s'pësëm për atyjt, apë. Andaj çdo sprovë është trajnim. Po, është pak ngarkesë, do të më nejtë o caktume, pak të privan, jenë në shkollë, s'u del tani me shok, pak një sprovë të nalë pak video sanatën, me po kur dish me diplom, që është të Allah Gjallahu Ala, inna wajadnahu sabiran, për e Jubin Alisam, apo? Po, valla, 18 vjetë trajnim u konë. Sprovë, s'ka mund me dalë me shok, as me pi kafe, s'ka mund se u konë smut, strat, as s'ka mund me më kot, as s'ka mund me kënaq me një kafshat, se, apo? 18 vjetë, apo? Ka qenë në trajnim. 18 vjetë ka qenë, edhe në fund Allah i ka thonë, inna wajadnahu sabiran. Na dëshmojmë që ti e sabërli. Që diploma? I sabërlisë. 18 vjetë e Jubi Alisam. Wallahi, kur të lexoj për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mejdan, fush, tjetës, njerëzore që qenje nuk është provuar. S'ka. Dikush për një sprovuat në shëndet, po punët me biznes që shkojnë mirë. Apo dikush biznes që shkojnë hiç mirë, po alhamdulillah fëmia si topi. Apo dikush çfarë dikush provuat po në 2-3 vende kurset merren në mejdan përveç të fesë. Alhamdulillah sokun pejgamber, mejdan të fesë Allah se ka sprovuat. Allah mos na sprovuat kur në fenë neve. Mi po në aspektin fizik, shëndetësor, familjar, merren në mejdan që çaj njëri suprek. Krejt, çka të dush? Ndaq smunje, ndaq varfri, ndaq dhun, ndaq ndjekje, ndaq shpifje ndaj familjes tij, ndaq mungesë 6 fëmijë kanë ndek para syve vet. Ka një. Ja ka marr Allahu xhelalu ala njëri të më dashur atë. U dal pikë kësaj bote, hala barkun se kanë gjia atë. Ti tash se merresh top, apo ai që ka këtë depot në dorë, çka doni çan, pe xheneti çan me hongër, apo robin më dashur ti e ka nxirr tum pikë këtu atë. Për më marrësh ti mesazhet e caktuara që vijnë pe Zoti i gjithësisë apo. Ai pe unton pejgamberin e tij, që ti më mësues po merr vesh, vallahi keq ka me dënuar atë. Ja, sa badjava nuk ka për gjok badjava Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ja,
Jo, se Allah xhallal xhelalu ka mundë me bënë më të pasur në botë ato, edhe me kon pejgamber, kur problemi s'ka pas. Po është dasht ai me ek që do mesazhe me ardh umetit ti afton. Edhe ai hek atje, ai vun atje, ai përgjokat atje, ai hek atje, ai është unt atje, shpivin për to. Edhe na lexojmë këtë mesazhe suze kur respondohet, Allah tër kjo mos përfillje, bajagi keq ka mu pagu afton. Prandaj kënaqë thuj raditu billahi rabba. Raditu se kjo ka një mesazh shumë qartë afton. Lexoj qartas mesazhe që vijnë nga Allah xhallal xhelalu. Nga se dikush ka hek për ty o laptën, edhe dikush hek për ty, andaj këto mesazhe duhet me lezu qartës. Kjo është dobia e emrit Allahut e Rabb. Tjetra, kanë thënë dietarët që përfitojnë për kësaj është se nga përkujdesi i Allahut për robët e tij është, apo se kjo përkujdes është graduale, kadal, e pa lodhshme. Sa të ke nevojë ti ai çan ka pak, apo kjo çka na jep ne mësim. Na hap në vëmsim që çështot a më e kthyer të vetën tonë vëllai. Apo tash ti normalisht ti nuk je kompetent as nuk lypet me te mu kujdes për traumat e zemrës. E si spetes lypet kjo punë. Apo po çet gradualitet të rrahjes e zemrës, a mundesh me e bajt te gradualiteti i ngritjes ka Allah xhallahu ala? A kujdesesh ti që çdo ditë ka pak po qosh tek Allah xhallahu ala, që për ditë po të rrit ty ka pak? Apo kujdesesh ti për veten tonë që çdo ditë më mësu ka pak për fe. Ka i ka fshat akide, ka i ka fshat tefsir, ka pak, se për herë smunësh. Apo kujdesesh për veten tonë të më ditë ka mjanism më mësu më së pari, çka të vjen ty. Mësaj po kujdes për ty, e s'ka nevojë për ty. E ti ke nevojë shumë për këtë, apo kujdesesh? Kjo është Rabb. Gjithashtu edhe ata që i kinen kujdese që ti ka pa Allah xhallahu, ai tu kujdes për ta Allah që duhet. Kadal. Wallahi na më kujdes për fëmijët tonë, në kuptimin e ahiretit, gjysën sa kem dert për dunën e tyne, fëmija jonë jam i bindën se kanë mja për një gjosë lefet bëjke shumë apëtën. Po dolin gjënata të arta. Që da ke pa kur fëmija është i vogël apën, ka fshatën të jellën bukën apën, i lovat është bodë apën, prej dhe të mërtypë, hani s'ka gale, knaqë është të qyqë për mërtypët atë, apo? Edhe pse të prit, s'ka gale. Tani, përbive, a ki mirë, nalë të këshyri, të edhe i lukë tash apëtën, ka dale. Sa da ki sabër, Allah, të mi angu një hadith që kam mësua, se mi thonë mëse, Allah, s'pe arrogë, Allah, kule Allah, se mësën, apëtën. Sa kënet, Allah, mi kryti me mësu kule Allah, sa kënet. A ki sabër, gadoj, sot mëse, kul, s'ka gale, ma zë sati, hajde t'jole mundin edhe, o me të huva Allah, kul huva, ka i kafshat, sikur se kafshatat e buku që ke dhonë. Që ashtu kafshatat e dinit mi odhonë, ka kujdes për ta që sabër. Terminit e hapave, që tash e ka terminin, me 15 të mjekut me qush, ka atër angazhime, cingran aja afer, me njëre, telefonis, du të me qush, aja këtë qitë që ashtu me qush për sabah, me qush për drejk, me qush për, a e jetu i këshu që ashtu. Në ka obligu Allah xhallahu ala, kur t'i bojnë 7 vjet, obligime ki që ashtu minet gati për namaz Allah, pëtën. Si qare, barë që ki me i qumë, ishti mu falë, i vogël Allah hoqë ku me shtita, shapëtën. Ti ma i dhemshën për to se Zotë i gjithësis, së dhimë ty më shumë sa ti që i ka kriju, pëtën. Andaj, kujdesit i gradual për neve, ne edukon neve që edhe ne gradualisht, po në vazhdimsi, me u interesu për dikën. E ju e qënë thmin të hoqë atje, mësaj e hoqë. E ti qa bën kur shkën të shpia, a se veç a ka mësu, a përse te, a ke bugati dirësin për nesër, a e ka me mësu atje. Allah, du të me pas rol bashkëpunus, vjen mësën këtu, po, kur shkën të shpia, dërzot prindve, ata vazhdoj me përsëritje, që ka, me pas sabër pak. Po s'kan sabër për fëmijë fatkeqësisht apo. S'kan sabër. Fatkeqësisht do njerëz këshyrin lloj sporti me çu fëmijët. Pse? O na trëngon të shtëpia bleq atë le të çfryjë në sallë apo. Subhanallah. Apo le të shkojnë po lodhen basket, kvotë si po i veç po flan elhamdullah, rahat jem. Thu domon ngarkesë ka fëmijëve që Allah ja ka dhënë apo. Mend shpejt me qenë në rrugë me dal dikon, me po si 2 gram më mbledh kafe me pi, ç'tash rahat se po lin top fëmia poshtë apo. Kush kujdesi për tallë për dinën e tij, kush kujdesi me kam porrin, kush po shkon çka ka, le të bën zhurmë mi kryet ty pa Allah se përsia jote është. Ty për të Allah ka me vetë nesër. Gradual ka pak. Na këshirim i thash valla në dyert, po i thash, para më aty me thon Allah xhelal ora, ha buksat, edhe një javë mos më thon më ha buk. Ç'a bëhet me ty apo? A çdo kafshat pritet pe Allah do të shka. Sikur të thash, apo çdo kafshat, shka, depërta, ndika, mos bësh sherr. Kafshatës dhe kafshatë Allah që thot atë. Gradualitet i domosdoshëm.
edhe vazhdimësi e kërkueshme është ajo që ne e marrim pe emrin e Allahut Rabb. Gjithashtu pse që e marrim dhe ndëruar është duat. Këtë pejgamber në Kur'an që Allah i ka pranë që kanë bën dua me emrin e Allahut Rabb. Nga sepse o Zoti i gjithësisë, ti që po i kujdes për mua me këtu që kurrë s'kum lyp. A ka dikush me marrëveshje me Allahun xhallahu ala o Zoti i gjithësisë? Unë kur kum kryesh ti mua, du me pas një zamën 9 maj që rre që shtot, apo a du me pas një mëlçi që këto përdhan, një pankras, edhe që dozor mos gabon mos me milion se më vjen dozor, a këna se marrë me Allah? Këti ka hona apo. Po ti s'di me lyp çat vjen ty. Apo të ka jap nga emri i Rabb për kujdese kur është lyp. E tash je në zor, edhe plus aty po i drejtohesh, e ke kuptuar mesazhin, po thosh ja Rabb, sta jap. Ja ta jap valla. Ande Adem alayhis salam me Havën që ka thonë? Kala, thanë dëtë, Rabbena, o Zotë jonë. Aty Zotë jonë përthejtë, për në Arab këtë që thamë në kuptohet. Ti që i kujdes për neve, në ke kryu, në ke dhonë, në ke këto, Rabbena, dhalem në anfusana. Na i këna bo zlumë vetë sonë, fe in lem të gëfir lena. Për një kafshat, subhanallah, të pëmës, veç ka shku, një kafshat veç, të në kjo klithmë, të në kjo vaj, të në kjo kërkes, Rabbena, innana, na, jo kërkush dhe une, jo aj, une, innana, na. Dhalemna anfusana, i këna bo shumë zdo me të thonë, fa in lem takfir lena, nësa o Zotës na falë, o tërhamna, na më shërën, lena ku nënëm në khasirin, neve pusi këmë në hongra. Na këna me hupë qaq, Ademi me Havan, dë njerës e parë në dënja, kër farë haramit e s'kam pas, as kur gjë s'kam bo heq, veç i kafshat e kanë qu, sa Allah kanë që të zbanë në hongra. E tash, na që kem bagit do kafshat atjera, pak për këtë, pak për atje, që është duhet me thonë Rabbena dhalemna anfusana? Në pejgamber në kam së më thonë Rabbena, thire me këtë emë në Allah u danë. Rabbena, si kurse ka thonë, Nuhi a.s. Rabbi gfir li, wali walideje, wali men dekhale bejtje mu'minen. O Zot, fali mua, fali për në të mija, edhe kush hynë shtëpin time, besimtar, që besimtar apo besimtare, kush hynë në anijin e tjeve, ka përë fjallin Rabbi. Gjithashtu Ibrahim e Elson, duke ndërtu qabën me Ismailin, që ka thonë, Rabbena taqabbal minna. O kujdestar, kujdes të përshit punë me kone jona për nëmë të tjepën. Taqabbal minna innaka antas samiul alim, ka se ti ai që ndëgjon edhe din. Ne e këtë vepër nga se imi mundu të jetë sinqert. Gjithashtu Isa a.s. kur kanë kërku havarijin me zbitë sofë, që kanë Allahumme Rabbana, o Zotë jonë, Allahu jonë, Rabbana. Kujdestari jonë, ti që ne ke përnëzu gjithmonë, ne ke përnëzu gjithë shka ne ke dhonë, edhe kësoj radhë në zbitë një sofër, apo enzil alina ma i dhe të mine sema, në zbitë një sofër, me fjollën Rabbana. Pastaj, Muhammed e Sama në kam su, Allahu Gjallahu Ala, në fund të surës Bekara, që është një pej ajeteve, apo më të më dha të Kur'anit. Ma di ka thonë më mezëm kush e kënën këtë jetë natën, i mjafton këj për këtë shirëve tjera. Qëka kanë këtë dua? Amen e Rasulu bima unzile ilahi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amen e billahi wa melaiketi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku bejne ahadin min rusulihi wa kalu sami'na wa ata'na gufranaka Rabbana wa ilajke al-masir. Pasaj fundi la yukellifullah, apo Rabbana la tuakhidna, Rabbana la tahmil alina, Rabbana wa la tuhammilna. Apo këtë Rabbana. Kërkesa pashka këti kujdesi, nëse ti Rabbana që ti na ki ndor jetën e vdekjen e ushqimin, edhe ti s'na kthyre që to na kush kojmë. Na veç ty të ke. Ane plot nga selefi kanë pas adet me bëu dua duke thënë Allahumma laka abidun mithli kathir wa laysa li rabbun siwak. O Zot, robësion ti ki shumë edhe më të mirë, po unë Rabb se ti s'kam apo. Kush më jap më hungur se më jap ti? Kush më kthyre se më kthyr ti? Andaj kuptim soi, kush më fal nëse ti s'më fal? Këtë bota më shumë mos kaj se të fal me ki. Allahu s'ta ka fal atë krym punë. Nëse Allahu s'ta fal atë krym punë. Wallahi s'krym punë. Krejt njerëz më qu, jo më kiamet shty, o veç ti kemi në xhenat, para te himna. Veç ti me hi, Allahu na zban. Ahen? Ja selam. Andaj ka men den ladhi yashfa'u indahu illa bi idni. Kush guxan me hon ya rab çita apo
pa e dhënë Allah leje. Kush guxon me fol? Andaj çtithus Rabbana. Aty të kem për gjithçka. Rabbana, mos na ngarko Zoti, më shumë që mundem, mos kem takat. Rabbana, wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ai na kam su vet na kam thumni mu, mos na ngarko Zot, më shumë që mundem me bëj. Shikoj çfarë mësimi, Allah, nuk është ka kujdes. Pas e kanë waghfir lana, apo warhamna, wa'fu anna. Këtë ato shpreh kërkim të fal, anta maulana, ti mi ku jona. Na kujt më thon fal na Zot pas te. Kujt mi kërku mbrojtje pas teje? Fansurna ala al-qawm al-kafirin. Edhe veç ti që mund të më animu kundër popullit pa besimtarë mizore kështu më radh. Andaj dua të vazhdosh me Rabbana, edhe më Rabbana atina fi dunya, Rabbi ighfir li wa li walidayya. Shumë të me Rabbana. Ne duhet të mësojmë që ta thirrim, lutim Allahun xhallahu ala me këtë emër. Sikur sa ka mësuar pejgambert dhe dobia e fundit se ka shumë që kanë pranuar ulemat subhanallahu po na merr vaktin. Që kanë pranuar dietar është se përmendja e fundit është robi Allahut i cili e njeh Allahun me emrin Rabb, kuptimin e kujdesit, në kuptimin e mbikëqyrjes, në kuptimin e furnizimit. A nuk ndikon kjo mjaftu më tepër tevekkul në Allahun xhallahu ala? A la se i sigurt në mbështetjen ta? Apo ditë për ditë po të furnizon, kur s'kalon? Kur a keni përvojë të hidhur me Allahun xhallahu ala që ja në ditë në vaksum ka ardhur? A ki dikon? Wallahi subhanallah, njerëzit kanë përvoja të hidhura me njerëz. Apo dhe kur ti bën be pasha fëmin mos ja bëj çështë, apo tani sigurohet. Apo të vazhdojnë punën. I beson. Asnjë përvojë të hidhur në udhë bila se kemi Allahu xhallahu ala. Apo kur gjëski megjithatë apo njëri hezon amul shu sa duhet ajo. Kur do më përshtet Allahu xhallahu ala me një farë hezitimi. Haloj këshir sebepet, të këshir edhe çka nëse më lajmërohet, çka më lajmëron më dikush. Fawd amraka ila Allah. Ndërzoja punë të Allahu xhallahu xhelalu. Ana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ora më flet ka thon Allahumma aslamtu nafsi ilayk. O Zot, aslam teslimu bunën. Qarash. Ti unë jam kërkushim. Aslamtu nafsi ilayk. Apo unë ja kam dorëzu veten time ty ta kam dorëzuar. Aslamtu nafsi ilayk. Pastaj ka thon wa aljatu wa fawwadtu amri ilayk. Është në kuadër dosa të arnam. Pse elhamdulillah thojmë vazhdimisht po ka njëre Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk. Fawwadtu amri ilayk. O fawwada tafwid, a din çka është tafwid? Tafwid një pikë kuptimi është ato. Domthon autorizim i tërësishëm, çka dush bën stom se ke bën. Njëri kur i thosh. Apo je autorizum. Te çka e ti thosh Allah xhallahu ala fawwadtu amri ilayk. Këtë çështjen time, këtë çka kam, ty ta kundërzuar Zot. Çka dush bën me ta. Edhe pa tutësh, mos helbet. Çka kemu më hezitu më? Nëse e ka ndor. A hub diçka ndor të Allahut? A jet diçka mungun që se Allah e merr për kujdesje? Asgjë vallahi. Andaj a nuk na shton këtë tevekulin? A nuk na shton kjo bindje tek Allah xhallahu ala? Andaj çdo thënie namaz, elhamdulillahi rabbil alamin, duhet të jetë një dozë e shtuar që ndikon në përmirësimin e tevekulit ton, në përmirësimin e bindjes ton, në përmirësimin e dorëzimit ton para Allah xhallahu xhelalu. E dobi të tjera të shumë të thashë me vërtet ky emër i përmban vetën e tij. Mirë po, edhe koha ka shku për të asaj që është planifikuar, por Allah sallallahu alaihi wasallam që të ushqen zemrat tona me bindjen te dhe me mbështetjen te dhe me mendim të mirë për te. Dhe Allah sallallahu alaihi wasallam që Allahu xhallahu xhelaluhu na mundson që ta njohim atë si duhet, dhe ta adhurojmë si duhet, dhe të kënaqemi në hijen e njohjes së tij, dhe të kënaqemi në hijen e adhurimit të tij, dhe të kënaqemi pastaj në hijen e takimit me të nesër, dhe të kënaqemi në hijen e shpërblimit të tij, dhe mbi gjitha të kënaqemi me shikimin në fytyrën e tij ditën e gjykimit. Kjo është sa i përket kësaj teme, tash me shumë reduktime, por shpresoj që ajo që ka mbet e paplesuar, inshallah, plotësohet me emrat e tjerë në vijim që do të vijë. Allahu ju shpëlbej për vëmendjen për sabrin e ju paguft Allahu më të mira. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira.